Mbrëmja së mërkurës ishte një nga netët më të vështira për repartet zjarfikse në qarkun e Shkodrës. Vatra aktive zjarri u shfaqën një herësh në 3 bashki, në Shkodër, Vaudes dhe Malësie Madhe, të cilat të favorizuara nga era fortu përhapen me shpejtësi. Më problematike situata u regjistrua në Vaun e Deës, ku flakët përfshin një masiv me pisha. Për banorët kjo ishte një natë ankthi dhe frike, pasi flakët ju afruan banesave. Ka qenë shumë e rrezikshme ngjarja e mramshme. Sigurisht nga mo duhet me gjetë organet e sigurimit shtetit, policia shtetit, jo na. Por fatmirësisht fal ndërhyrjes të zjarfikësve edhe komunitetit është do pa dëm. Shpijet jo, po me pa marrë mali poshtë, komplet ishte djeg lagja kërmër. Të mire, mi fjallë familje, me 10 familje do ishe ndjek, mos më fikë. Nën e gjys, 10 kjo punë, vesh kurash të bo, se kena shpija të afër malit, në? Vesh kurash të bo, mjegull krejt të mëtoj, e ato gacat të artë të shpija, e njët merë ka kënë. Ka ardhë atëherë, kanë ardhë zjarfikësat, kanë bo shmosën. Po na kena edhe këto baktit që, sa me zhjem t'i për këtina, se nuk kalujnë dash për i zërmi dhe nej. Një erë e pak kontrolume, e shmeno me nëzet, dhe më thamë kishte ba venin këtë mjeku, edhe gaza të shpërndashin gjitha drejtimet. Dhe në zotë erën këtë familja, u bëm gati të manë për evakuim. Ndërhyrja me mjetet zjarfikse dhe rreth 30 efektiv përfshirë dhe ato të forcave të armatosura bën të mundur mbrojtjen e banesave dhe parandalimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara, ndërkohë dëmet në Pyje janë të konsiderueshme ku 10 hektar me pisha u përfshin nga zjarri. I favorizum nga erët, u përshkun rreth 25 hektar në Pyje të llojit pish dhe nga të cilat 10 janë të djeguna sot sipas informacioneve që kemi marrë nga drejtoria e Pyjeve. Kanë marrë pjesë 30 efektiv zjarfiks, 17 efektiv të Pyjeve, 10 policë rendit, policia bashkiake 15 persona, kanë kontribu bashkia Shkodër me një automjet me 4 efektiv, bashkia Fushars një automjet me 3 efektiv, bashkia Puk një automjet me 4 efektiv, që kanë qëndru deri në mëngjesin e ditës së sotme të rasti zjarrit, janë rreziku banesat, ka kenë fatimal për ne që mbështetja në ullan në kohë reale dhe arritëm të shpëtonim banesat. Paralelisht me situatën në Vaun e Deës, një tjetër vatër e madhe dhe zjarri u aktivizua edhe në fshatin Juban të Shkodrës, ndërsa një tjetër u regjistrua në Ktosh të Malësisë së Madhe. Pas ndërhyrjes së forcave zjarfikse, aktualisht të gjitha vatrat e zjarrit janë shuar dhe situata paraqitet e normalizuar. Dyshimet e grupit hetimor që po merret me rastet në fjalë janë për zjarrvënie të qëllimshme, ku po punohet për grumbullimin e provave në terren, dokumentimin ligjor dhe dhënien përpara përgjegjësisë së autorëve.